Po fjalë për një plan operativ, që është një operacion i cili është realizuar mëngjesin e hershëm të ditës së sotme. Plani është realizuar në zonën e veprimit komunën e Vështrisë. Në këtë rast 6 lokacione të ndryshme janë nështruar bastisjes, përfshi shtëpi dhe objekte përcjellëse. Cakti i bastisjes dhe synim ka qenë arrestimi i personave dyshuar të involvuar mbi dyshimet të asushme në veprimtari penale të fajleve. Si rezultati i operacionit janë arrestuar 10 persona, të cilët tashmë veç ndodhen në hapësirat policore në procedura intervistuese. Po ashtu mesin e gjysmëve të ndryshme të sekuestruar gjatë bastisjeve, policia ka hasë në 2 armë, veçësh 2 pistoleta, të cilat ishin në mbajtje apo në posedim pa autorizuar.